Monika Kryemadhi ka treguar një premtim që sipas saj, prokurori Altin Dumani u ka bërë diplomatëve amerikanë në këmbim për të marrë besimin e tyre për të drejtuar prokurorinë e posaçme në momentet e para të krijimit të saj. Bëhet fjalë për vitet 2018-2019, sipas Monika Kryemadhit, kur Altin Dumani garonte përballë Arben Krajës për të qenë drejtuesi i parë i SPAK, por që në fund u tërhoq. Altin Dumani e ka marrë çështjen në 2018 me idenë dhe propozimin e famshëm që unë do ta çoj Ilir Metën në burg, ju duhet të më bëni kryetar të SPAK. Ju e dini shumë mirë që në 2019, kur filloi historia, ishte betejë mes Altin Dumanit dhe Arben Krajës. Më pas ai u tërhoq dhe u zgjodh Arben Kraja. Pastaj në 2022, kur Altin Dumani ka ardhur në krye të SPAK, një nga premtimet që i është bërë Yuri Kim ka qenë ideja për arrestimin e Sali Berishës dhe Ilir Metës, tha ish deputetja. Siç deklaroi Monika Kryemadhi në studion e emisionit Top Story, me arrestimin e Ilir Metës dhe Sali Berishës, Edi Rama lardohej nga skena politike dhe në krye dilnin Lulzim Basha dhe Erion Veliaj, respektivisht njëri në krye të opozitës dhe tjetri në krye të mazhorancës.